Ta vuajnë dënimin me burgim të përjetshëm për vrasjen e Bedri Rexhepit, vëllezërit jetonin e gjatë Vllasaliu nuk po pajtohen asesi. Andaj këta kanë dorëzuar ankesë për shkak të së cilës u paraqitën në seancë në gjykatën e apelit të Enjtën. Para gjykatës, avokati i jetonit tha se gjykimi në shkallën e parë shkoi me shkelje të procedurës, andaj kthimin e rastit në rigjykim e konsideron të domosdoshëm. Konsistojnë se atë gjykimit në tërësi arsyetimi, edhe pse kemi nga gjykim super voluminoz me 114 faqe, arsyetimi apo elaborimi i fakteve, provave, dëshmive të elaboruar gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor. Me gjykimin e shkallës së parë nuk po pajtohet as avokatja në gjatë Vllasaliut, e cila madje kërkoi edhe lirim të plot nga akuza. Prokuroria është marrë me sajesa dhe me trillime për ta përforcuar në një farë forme aktin e vet akuzues, të pambështetur në prova. E dyta, nuk është vërtetuar me asnjë provë marrëveshja paraprake. Dhe e treta, nuk është vërtetuar pashkryerja në vrasjet e veprimet e gjatë Vllasalit. Por për avokatin e familjes së viktimës nuk ka dyshime se vepra është kryer në mënyrën si ka konstatuar prokuroria. Andaj, për të dënimi meritor për të akuzuarit është vetëm ai me burgim të përjetshëm. Dënimi i përjetshëm është dënimi më i pakti përballë një krimi në befasi, përballë një krimi në pabesi, përballë një krimi në konopun e tij e atij, përballë një krimi për uftuasimet e doli si një kufon që u shëtit malet marrë të Vllasalis. Me prezantimin e pretendimeve, seanca përfundoi ndërsa gjykata në javët në vijim do ta marrë vendimin për ta konfirmuar vendimin e shkallës së parë apo që ta kthejë çështjen në rigjykim. Sipas akt akuzës, vëllezërit Vllasaliu mes datave 9 janar dhe 8 prill 2021 në bashkëkryerje pas marrëveshjes paraprake, kishin planifikuar dhe kishin kryer vrasjen e Bedri Rexhepit me qëllim të përfitimit pasuror. Trupi i pajeti biznesmenit ishte gjetur i mbështjell me perde dhe i groposur në vendin e quajtur Mali i Madh në Vllasali gati një vit e gjysmë pas vrasjes.